Një thirrje telefonike e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, duke I konfirmuar kryeministrit të Kosovës në atë kohë, Abdullah Hoti, me 5 shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë, do ishte njohja e fundit e Kosovës deri në vitin 2025. Njohja kjo që edhe në faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme qëndron si e fundit. Por Kosovën në mars të këtij viti, shteti afrikan Kenya dhe në prill, nga po I njëjti kontinent Sudani e quan në 119 numrin e shteteve që e njohin Kosovën. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. E menjëherë pas kësaj fjalie, Kosova njohjen e kishte marrë nga shteti I Kostarikës I vetmi shtet me datën 17 shkurt 2008. Vetëm një ditë më vonë, Kosova mori njohje nga shtete aleate të saj, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Shqipëria, Turqia, Britania e Madhe. Në vitin e parë të shpalljes së pavarësisë, Kosovën e njohën 59 shtete, ndërto shumica e shteteve europiane. E në vitin 2009, shteti Panamas do të fillonte njohjet për Kosovën, por në total, atë vit Kosova mori vetëm 11 njohje. Kështu me rreth 10 njohje për vit, që nga viti 2010 e deri në 2016, Kosova do të vazhdonte të ishte në përzyrat e shteteve të ndryshme të botës. Nga viti 2017 deri në 2025, me 2 njohje të fundit, Kosova do të kishte vetëm 6 njohje. Mosnjohja nga Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Çipro, që janë 5 shtete anëtare të Bashkimit Evropian, është pengesa kryesore edhe për shqyrtimin e aplikimit të Kosovës për antarësim në BE, që kur Kosova e ka dërguar atë në dhjetor të vitit 2022. Shteti më I ri në Europë në lobimin e saj për njohje të reja, sidomos në vendet e Afrikës, është penguar shumë nga shteti I Serbisë, e cila, përveç pengimit të njohjeve, ka bërë që disa shtete atje të ndërpresin komunikime diplomatike me Kosovën.